Qërëni pomjet njerëz. Qërëni absolutisht neverit se kolona. Gjysën 6, më do të më nisë pere shpis, por me më rrinë gjysën 8 në punë shpe. Përshëndetje, zoti Durmishi, a mundesh pranën tim për urën në Vranidal? Jemi në Vranidal, qëndrojmë këtë që nga ora 6:40 në mëngjes. Dje ka qenë skandal, në bost pomjeve që na kanë dërgu, patjetësisht kam qenë jashtë vendit, së derdha, dola, gjendja pothuajse e njëjtë, edhe pse kishin pas intervenu gjatë natës, të ajo copza me gëropat, e cila po ndikon me bo këtë kolon, me shtru pak zhavar, mirë po e kena po që apo ndodh me zhavar. Po i qesin një kamion zhavar, në momentin që veç pak treshër apo ka ose mjegull, po kryon aty gëropa edhe po kthehet në gjendjen e mëparshme. Pavarësisht intervenimit gjatë natës, natën e kum bo një status edhe kum thonë ko me ardhë nesër në mëngjes mos hezitoni me fol njerëzve. Natën kanë dalë kamionat, e kanë rafshu pak atë pjesë, pavarësisht asaj, këqëreni pomjet njerëz. Qëreni absolutisht neverit se kolona, do me thonë, e të mërshme, ura vazhdon me qëndru, aty nuk ka as logjistik, tash ti po merren kryesisht bagerat edhe kamionat, po i shohim këtë rrugën ndihmëse që po përdoret. Të merr. Para ty Vërë të qyre vetë? Qëre, një ditë më në të me konë ma mirë, një ditë ma keq, barësisht a ka të reshër ajo, mirë po nuk është zgjidhje, do me thonë me hedh një kolic, një kamion, zhavar edhe mas një jave, kur isha herën e fundit? Kur kom qenë? Para një 10 ditë, 2 jave, ma shumë s'ka. Edhe me njerë u këthyn gjendjen e më parshme, në të reshurat ma të vogla, do me thonë, qëre, absolutisht e të mërshme. Qëre që ndodhë këto? Në munges turës, kjo rruga që supozohet me qenë 1 kahore, bëhet 2 kahore, ndërko ura vazhdon me në këtë gjendje halon në ndërtim të vrazht, në pikën e procesit të ndërtimit të vrazht, mati është kështu, cili është plani, pse s'po materializohet, pse s'po funksionalizohet ma shpejt edhe pse s'po punohet ma shpesh edhe ma shumë këto. Normalisht që tash kena me kontaktu me Hysen Durmishin, Ministrin e Infrastrukturës, inshallah na përgjigjet. Nuk përfundon do me thonë. Sa do që ki vullnet të këtë me nejtë, së problem. Qaq ma shumë go me pas veturat që të kalojnë. Nollet dikush të, ta edhe në shikem dikush të qyrë mërëll, dikush të kesh, po si të qoftë, esenca e storjes është që kolonat në Vranidal është problem me njanu me që se farë reagimesh minore të ministrisë, kur e dina që kom pushtet ma shumë me bo. Dishysh, të paktën, hajde, okej, urën, po thu që është projekt pak ma delikat, paktën qatë segmentin rrugor ku po bohet zhavër me shtru asfalt, që ato mujnë me bo. Një 200 metra me shtru asfalt, bre, pse është qaq problematike. Apo më kallëzën ka sa, po të bjen me prit në ditë kështë? Mas po, këtë është veç që të është gjysore. Gjysore? Po, zakonisht, çdo ditë e kam qëtë rrugë, 10-7, 15-7, deri 7, mas shumë ti. Mas po, këtë e kje gjysore. Sa është maltretim për juve çdo mëngjes? Maltretim për një vajnë mëngjes në kafe edhe po bëhet deri nervoz ju në kalona. A mundesh me më kallëzu ka sa po të vjen me prit këto në Mu po kolon? më bje me prit 1 orë që të. Gjysën 6, më do të më nisë pere shpis, por me më rrinë gjysën 8 në punë shpe. 6:30 nisësh për me rrim 8. Pa, në 6:30 por me më rrinë 8 në punë. Hajde, tashti po provojna zotin Hysen Durmishi, po shpresoj që kësaj here ko me na u lajmëru, nuk na u ka lajmëru që sa ko. Po i shkrujën ndërko nëse marrë përgjigje deri qërëna, pet kena medalë aty, do me thonë, kjo është çështje private, profesionale e Hysen Durmishit nëse s'dën me folë, ne kena për obligim me kontaktu,
Na kena me dalë vazhdimisht, kena mi shku edhe të zyra nëse është e nevojshme. Përshëndetje, zoti Durmishi, a mundesh për anën tim për urën në Vranidal, kolona të tmerrshme po ndodhin aty në mëngjes. Te këshyrëm që apo na thët, ka gjasa që jas nuk na qel fjallë, se s'na ka qel 2-3 herat e fundit,